Ky është spektakli I cili bën bashkë shqiptarët kudo ndodhen në Shqipërinë, Kosovë, Malzi, Maqedoni, gjithandej ku ka shqiptar. Ju përshëndesim edhe ju duam fort. Jemi live në Top Channel High Definition dhe jemi gati tani për të mirëpritur skuadrën e Sidritit. Do ta fillojmë në fakt me Pse jo? Gati e Sidrit? Okej. Gjithë marrësh. Do ta fillojmë me një zë pothuaj që është interpretues shumë I mirë, këngëtar shumë I mirë, Roku ka sjell disa prej klipeve më të bukura gjatë kësaj periudhe në The Voice, aq më tepër gjatë netve live. Shumë kurioz për ta parë me një këngë e cila deri diku është një lloj klasike e muzikës blues, kështu që do rock and rolli, do di të flej tek ai apo jo. Gjithë me kërshëri presim Albin. I will fly to the moon and back if you please. Performanca e kaluar ishte paka shumë nga ato performancat që unë mendoj t'i bëj, në qenë se nuk isha shumë mirë vokalisht, sepse isha edhe I qik I smur, po për fat kaloj shumë mirë. U knaqa shumë në skenë, jetova çdo sekond të asaj këngë, është një këngë që e du shumë, gjithsesi ka shumë më mirë nga unë. Jam shumë I kënaqur nga performanca e Albit, me të vërtet thjesht në gjitha ato pozicione, fillon aty, mbaron të ndej, e merr partneren në krah, e ul, sidomos ai fundit të burri forcë e madhe. Muj dhe Adili kështu. Faktikisht këtë radhë kam zgjedhur bashkë me Sidin dy këngë, që cilat do konvertohen në një këngë të vetme. Do jetë qik rock and roll, blues, do më thonë rryma ime ku aty fle dhe shpirti më mirë, edhe jam shumë I emocionuar dhe më entuziast këtë radhë, sepse janë këngë që unë e gjej vetën edhe shpresoj dhe besoj fuqishëm që do dalë shumë ditë. Konkurenca shumë e madhe, kjo është vështirësia vetëm ndoshta në Voice, edhe po është edhe bukuria e kësaj loje, si ta quaj. Por nuk besoj që ka ndonjë vështirësi, ne jemi paka shumë shumica këngëtar që performojmë live edhe I dim rëndësitë dhe vlerat e live-it, kështu që tani unë kam thënë edhe më herët, çdo javë duke u bërë më vështirë dhe duke dalë pa ato të metat në thojza të konkurrentëve tjerë, edhe të mia pse jo, edhe këtu fiton cili është më profesionist. On the road, hands upon the wheel. Come to the roadhouse, we gonna have a good time. Yeah, we come to the roadhouse, we got some bungalows. Down to the roadhouse, we got some bungalows. That's for the people who likes to go down slow. A good time, let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll. All night long. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, a sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Baby, don't you wanna go back to the same old way, a sweet home Chicago? Listen, wow, what
1 and 1 is 2, 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you make me late. Yeah, baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go out of here? Baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago. Back to the same old place, my sweet home, Chicago. Jo, një këngë, po dy bashkë, Vdiqën gocat. Qaj, është i ke puna flokve? Bora. Bora bën kështu dreqni lyke, thojmë Kosovna. Kuptoni pra, Bora, në atë rast, prish estetikisht skuadrën e Sidritit. Dhe thonë pastaj që në Voice nuk ka konkurencë. Jo, nuk mjafton fakti që Bora i ka ikë vetë berberit nga dora, po... Okej, Alma, si të duk ty? Sa i më rapsh. Okej, një duhet rëkite për Alma në pari vetën. Po, le të flasë Toni në fillim? Okej, Toni. Ja, si jam të falë, ma. Imaginata shkon aty, jo shikon, du t'ja jap fjallën në Almën, se Alma ka duruar, e kishte skuadrën aty për para, ka duruar pa folur tani, ka akumuluar. U qetësove tani? Të flasësh? E di si është puna Albit. Albi me këtë këngë faktikisht është në habitatin e vetë. Është aty ku këti i flen zemra. Prandaj e kishte edhe atë lirshmërinë 100% në skenë. Është pikrisht ai stili muzikor që këti i pëlqen më shumti. Unë gjithmonë Albin e kam pëlqyer për ngjyrën vokale të plot, të bukur që e ka. Komplimente. Eltoni është në rregull, besoj, u knaq nga ajo që pa. Unë do shtoja diçka që ndoshta fansave të Albit nuk do t'i vi mirë. Por jemi në Voice edhe do t'i vemi ca gjëra. Po, përderisa jemi muzikant dhe sidomos një njeri si puna ime që me bluzin e ka marrëdhënie të shumë mirë. Unë do kundërshtoja Almën në një pikë që Albi nuk është në habitatin e vet në bluz. Mund të jetë në zhanër tjetër, por nuk është në habitatin e vet në bluz. Pse? Sepse si Roadhouse Blues, si Sweet Home Chicago, nga etalonet që ne kemi dëgjuar, kanë një stil dhe diferencë tjetër në të kënduar. Kurse Albi në dha një version të vetin. Ama unë nga ana tjetër, jam shumë dakord që Albi Xhepa nuk ka nevojë të quhet as James Douglas Morrison, as Bushi, më the tash, kështu që gjithçka është shumë rregull, çfarë them. Kështu gjithçka në rregull për mua edhe ky version ishte Edhe kjo, eksakt, edhe kjo është një lloj vlere. Tani shumë e rëndësishme. Jo, kjo është një këshill për Albin, që herë tjetër, në rast se merr diçka të këtij lloji, të përgatitet mirë, seriozisht, sepse bluzi i dashur ashtu si dhe rock and rolli janë gjini tepër të vështira. E drejt, madje bluzi në mos gabromun është vetmja si me thënë zhanër muzikor që thonë he got it ose nuk got it the blues. Do me thënë e ka ose nuk e ka bluesin. Fatmirësisht jemi në periudhën 2013, ajo që thot Eltoni qëndron, por ne jemi aq shumë ka evolu muzika, sa faktikisht stilet fillojnë i marrin njëra tjetrës. Tani edhe muzikën jazz nuk e kemi pure jazz si dikur. E kemi me funky jazz, e kemi do me thënë. Dhe Albin asollin në një mënyrë që mua më pëlqeu shumë. Do me thënë se po të fillonim tash ti ndanim ndoshta me thik stilet, se besoj që se cili do jetë.
në fakt gjitha shijet janë të drejta, nuk ka ndonjë problem për këtë. E rëndësishme është kjo, që nesër në orën 11 në disa qytete të Kosovës nisin audicionet për The Voice 4. Kështu që në Prishtinë, Pallatin e Sportit dhe kështu Top Channel aty, në Prizren, në teatrin profesional dhe po ashtu në Mitrovic në shkollën e Rokut, në orën 11 nesër të jeni të gjithë prezent për qenë pjesë e kësaj ëndre të madhe, e kësaj eksperience të jashtëzakonshme. Dhe po ashtu ku duhet jenë tjetër? Në Gjakov të Pallati i Kulturës në orën 11. E dini ju. Albi Gjakovës në The Voice of Albania, faleminderit shumë.